Rushton topin atje Mark që të kroson apo gjuan të plana. Presionin në Tun Bardhokun. E sigur të edhe njerë. Vazhdo, Messi, vazhdo! Hajde, Dërsa Dukagjini një humbje e një barazim në 2 përballjet e funda. Presioni i Mevlan Zekës. Bukur reagon Ilir Sylla. Presioni ishte edhe Argo topi edhe njerë Fetaj. Tjetër krosim i ti. Në lojë minuta 60 kombinimet vëndase vjen kjo goditje nga Mevlan Zeka Brent pasimi për Oldion Bilalin e qotopin në zonë Margono e fiton këtë duel tani Fashi me njerë shmarkimin në zonë jartë në drejtim të Jarovic del sakt vje tani Armen Fashi markimin në zonë topi devijuar bukur pasimi brenda zonës i kthej topi pra Pashticës nga Bilali arrin Jarovic Fashi goditja e Fashi ndeshës rasti më i rrezikshëm që krijoi skuadra e Xhilanit sot. Ibrahimi mban topin pra Pashtica. Pasimi dhe goditja. Sa bukur e drejti pra Pashtica Armen Thaqin. Super goditje e tij edhe një herë. Por përsërisht në pozitën e dur Margono që ja mohon golin. E topi prapa tek Cyrus Margono. Topi shkon në zonën e ka topin e duar, Malisheva në sulm. Goditja direkte sa afër këtu drillon Azrov. Ky degazhim shkon tek homologu i tij. Ani gjena vjen krosimi i tij, Margono ka topin në pasimi mjaft i mirë të karë për Pira, vjen ky arkim drejt zonës, shansi këtu për Dukagjini. Perfekt paraqitje Dieniti Sufit, si në timaj. Hazrollaj tani, Hazrollaj futet në zonë, Hazrollaj vjen goditja, super pritje. Formën, dy ndeshje tjera brandje, 70 minuta lojë kanë Malisheva, Xhilani, Vjen arkimi teknikut. Kjo goditje. Ilir Sylla largon topin Islami. Limani goditja me kokë për kryeziun. Duke asnjë reagim nga Prishtina pas disa avantazhet.
Mund të përdalë në anën tjetër. Islami, Samir, pasimi te Gnapi. E pa vendosur mbrojtja Aksel Gnapi. Pasimi në krahun tjetër Margono. I shpejt perfekt Islami. Sheni hapësira që i pati Gnapi. Pasimi prapa. Kërkoi ta gjej Krasniqin. Në krye Ziut. Gjyqtari ka dhënë përparësi Krasniqi. Në anën tjetër është Gnapi. Goditja. Prishtina si rrallë herë pa vendosur mbrojtja e Dugaxhinit. Aksel Gnapi me të majtën. Në zonë Shilova. E nxjerr topin jashtë, goditja nga distanca qendrore. Pasimi gjatë sërish nga Nika. Pesni Krasniqi. Mirë kjo lëvizje, i drejt zonës, pasimi ti po shen rasti këtu por dritëm janë goditja, ka prit super mundësi e cila nuk shfrytëzohet nga Vlerëtrishe që pasimi drejtë në portierin nga Margono e kupton idenë. Pasim të briljanti Kastriot të Selmanit. Syla. Nga Fërsia. Bukur ky pasim para tani për Mënejn, por ka dalë Marongo. Vjen krosimi. Dollovia në zonë, topi kthyer dhe gol, arrin të shënojë skuadra e Dugaxhinit. Ran Berishës. Pasri. E tani nuk është dërguar mirë topi. E kjo është dalë mirë. Kjo është mundësia tani për skuadrën vendase. Vjen goditja. Pritje e madhe. Për Ferizajin, për këtu ishte dëpërtimi që krijoi shansin në kohën e dur. Vjen Alin Çabani me tërshit Gjuan në mesin e portës. Aty arrin ta pres topin portieri Margongo. Në vendin e parafundit. Dhe një krosimi Lopez dhe Ballkanit është pas 1-0 Lopez nga Topalaj. Topi Margono. Barazimi për momentin zhytet në vendin e 9 në tabelë. Për momentin zhytet në vendin e 9 në tabelë. Është realizatori 6 golave tani për ekipin e Ferizajit.